kontakte të vazhdueshme. Sigurisht për shikuesit kishte më qenë interesant cilë kanë qenë fjalët e fundit Faruk apo të presidentit Rugova për pavarësinë e vendit. Besoj ju kujtohet në njëri për juve. Cila ka qenë fjala më domethënëse e presidentit Rugova për vendin tonë. Po besoj sa drejt gjithmonë mend që fjalia ndër të fundit që ka qenë në prononcimet publike që ka dhënë ata mujt e fundit presidenti, ka qenë që pavarësia e Kosovës është kompromisi jonë si popull. Edhe besoj që tash ajo po vrehet më së miri edhe këtu ditë, që ato fjalët e presidentit kanë qenë tamam parashikime edhe vizione shumë të sakta. Kjo ka qenë muajin tetor dikur pas kësaj kohe para 16 viteve. Fjalët e fundit presidentit historik për pavarësinë e Republikës Kosovës. Për pavarësinë. Që një herë njihet Faruk sigurisht edhe për si arkitekt i pavarësisë Kosovës. Padyshim se po, është themeluesi i shtetit tonë. Unë ju kisha falendruar shumë, nuk i kishim zgjat më tepër. Faleminderit shumë që na prite, i lëm shikuesit edhe me pak pomje se do ishte Ciceron e është një pomje fantastike në Breslon se edhe i lëm me pomje. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Po, çush ja. Patjetër. Kalojë mirë sot. Faleminderit shumë. U faleminderit shumë që na prite. Faleminderit shumë. Po, faleminderit. Hajde, faleminderit. Speciale prej Ugës. Urime komandante pas ke shkuar aty. Po. Faleminderit shumë. Kërëm i shërbi. Matë mallet.